Gjykata e lartë ka lënë në fuqi dënimin me 30 vite burg për ish efektivin e policisë Ludian Zaimi, i cili vrau kolegun e tij Çaush Saliasi pas konflikteve dhe bullizimit vazhdueshëm mes tyre. Trupa gjykuese rrëzoi rekursin e paraqitur nga Zaimi duke mos pranuar kërkesën për prishjen e vendimit të apelit posaçëm të dhënë në vitin 2024. Zaimi është shpallur fajtor për veprën penale vrasje me paramendim e punonjësit të policisë së shtetit. Ngjarja e rënë ndodhi më 23 maj 2022 brenda ambienteve të komisariatit nr. 3 në Tiranë, pak para se 2 efektivët të nisnin turnin e shërbimit, ku Zaimi qelloi për vdekje kolegun e tij me armë zjarri. Në shkallë të parë, ish polici u dënua me 35 vite burg, por apeli e rikualifikoi veprën penale, duke e ulur dënimin në 30 vite. Me vendimin e fundit të gjykatës së lartë, dënimi tashmë është përfundimtar. Gjykata e Elbasanit ka liruar pas rreth 7 orësh seancë gjyqësore 16 personat e arrestuar 3 ditë më parë, pas pezullimit të 2 kompanive të ferrokromit për ndotje masive mjedisore. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa trupi gjykues i konsideroi masat e arrestit në burg të paligjshme. Para gjykatës u paraqitën 9 shtetas të huaj dhe 7 shqiptar, drejtues teknik dhe punonjës të kompanive, mes tyre edhe një administrator korean. Operacioni policor u zhvillua më 14 dhjetor në ambientet e ish metalurgjikut në Elbasan. Sipas hetimeve, për më shumë se 2 vite mbetjet e ferrokromit digjeshin natën në qiell të hapur, duke shkaktuar ndotje të rënd të ajrit, ujrave dhe tokës në një rreze të gjerë. Në kërkim janë shpallur edhe 8 aksionar të 2 kompanive. Autoritetet kanë vendosur gjoba totale prej 13 milion lekësh dhe kanë pezulluar aktivitetin e subjekteve deri në përmbushjen e kushteve ligjore, ndërsa hetimet për veprat penale vijojnë. Media italiane ka publikuar bisedat përgjuara që hedhin dritë mbi rolin e Shaban Shimës, 36 vjeç, i cilësuar nga hetuesit si drejtuesi i një karteli shqipfolës të trafikut të drogës në Itali. Sipas prokurorisë, nuk bëj fjalë për mburje, por për prova konkrete të lidhjeve të tij me nivelet më të larta të krimit të organizuar në Foggia. Shima u kap duke diskutuar pazare droge në një klub në Foggia me Rocco Soldon, i lidhur me klanin mafioz Trisciolio Tolonese. Përgjimet ndihmuan në një operacion të madh të karabinierëve që çoi në arrestimin e 24 personave dhe zbulimin e një rrjeti të gjerë kriminal. Sipas hetimeve, Shima furnizonte me kokainë e kanabis në sasi nga 5 deri në 10 kg me rreth 40.000 doza në muaj dhe fitime deri në 200.000 euro. Organizata vepronte në disa rajone të Italisë dhe përdorte metoda të sofistikuara transporti dhe komunikimit të koduar. Gjykata ka urdhëruar 19 burgime dhe 5 arrestime shtëpiake, ndërsa hetimet vijojnë për 10 persona të tjerë të përfshirë në këtë kartel droge. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga dosja hetimore e Spakut pas sekuestrimit të 475 kg kokainë nga policia holandeze. Nga kjo ngarkesë, Ervis Shuli kishte 30 kg drog, por sipas përgjimeve ai nuk ka marrë pagesën për to, të cilat nuk janë shlyer nga një person i pa identifikuar. Në bisedat e transkriptuara, Shuli komunikon me përparim Rajen, duke u ankuar se parat nuk kanë mbërritur pavarësisht premtimeve të vazhdueshme. Raja, i cili kishte 2 kg nga ngarkesa, rezulton se i kishte paguar parat Shulit pasi në atë periudhë nuk kishte mundësi financiare. Shuli tregon se kishte pranuar të fuste drogë pa pagesë paraprake me kusht që parat të transferoheshin brenda pak ditësh, por pasi ngarkesa mbërriti në Holland, droga u sekuestrua dhe çështja u bë publike në media. Në përgjime, Shuli shpreh se nuk e shqetëson humbja financiare, por fakti që sipas tij është mashtruar. Bisedat hedhin dritë mbi mënyrën e funksionimit të trafikut dhe konfliktet mes pjesëtarëve pas dështimit të operacionit. Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal që merrej me shitjen e armëve të zjarrit në kryeqytet. Si rezultat i operacionit koduar Members, janë arrestuar 2 persona dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Në pranga kanë rënë Bledar Jella, 29 vjeç, dhe Xhemal Shej, 60 vjeç, të 2 banues në Kamës, ndërsa në kërkim është shpallur një 29 vjeçar tjetër. Gjykata e Tiranës ka caktuar për të arrestuarit masën e sigurisë arrest me burg. Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar 2 armë zjarri, pistoleta dhe municion luftarak, që dyshohet se do të shiteshin në Tiranë. Hetimet janë zhvilluar për rreth 3 muaj me metoda proaktive në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës. Autoritetet bëjnë me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë grup. Detajet të reja janë zbardhur për operacionin e fundit në Itali, ku autoritetet shmontuan një grup të strukturuar italo-shqiptar të trafikut të lëndëve narkotike. Me urdhër të prokurorisë antimafia të Firences këtë mëngjes,
U ekzekutuan 9 masa sigurie në provincat e Firences dhe Sienas, 8 paraburgime dhe një arrest shtëpie. Operacioni u zhvillua nga Guardia di Finanza e Firences me mbështetjen e njësive speciale kundër krimit të organizuar. Të dyshuarit akuzohen për krijim, organizate kriminale dhe trafik ndërkombëtar droge. Hetimi nisi në prill 2023 pas sekuestrimit të 20 kg kokainë në San Gimignano, çka çoi në zbulimin e një rrjeti të ri kriminal me bazë në Toskanë dhe linja furnizimi nga Lombardia. Grupi dyshohet se kishte strukturë familjare, komunikim të koduar dhe masa të forta sigurie. Sipas hetuesve, drejtuesit ishin 2 shtetas shqiptar, ndërsa disa antarë përdornin punësimin si shofer transporti për të fshehur drogën në dërgesa. Gjatë viteve 2023-2024 janë sekuestruar 10 kg kokainë, hashash dhe marijuanë, ndërsa hetimet vijojnë. Policia e Durrësit ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me plagosjen e personazhit të njohur në TikTok Fabion Kuçi, i njohur si Guçi. Sipas autoriteteve janë identifikuar dhe shpallur në kërkim 3 persona të dyshuar si autor të atentatit. Në kërkim janë shpallur një 38 vjeçar banues në Durrës, një 22 vjeçar banues në Tiranë dhe një 34 vjeçar banues në Durrës. Hetimet tregojnë se rreth orës 23:45 të datës 15 dhjetor ata janë afruar me 2 automjete pranë një lokali në lagjen numër 9 të Durrësit dhe kanë qelluar me armëzjarri drejt Fabion Kuçit. Si pasojë të shtënave, Guçi ka mbetur i plagosur lehtë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë ka nisur procedim penal edhe ndaj një 31 vjeçari, pronari njërit prej automjeteve të përdorura në ngjarje, në banesën e cilit u gjetën dhe u sekuestruan fishek luftarak. Policia bën me dije se po vijon puna intensive për kapjen e 3 personave të shpallur në kërkim dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Prokuroria e Sarandës ka përfunduar hetimet dhe ka çuar për gjykim 16 persona të akuzuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë. Sipas hetimeve, të pandeurit shisnin drogë në qytetin e Sarandës dhe Delvinës, kryesisht të rinjt. Hetimi i zhvilluar për rreth një vit me metoda proaktive, vëzhgime dhe përgjime, zbuloi një rrjet të strukturuar shpërndarjeje. Prokuroria bën me dije se disa nga të pandeurit janë akuzuar edhe për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, pasi u ndaluan në efektin e lëndëve narkotike. Akuzat bazohen në nenin 283 të kodit penal, ndërsa për një prej të pandeurve rëndojnë edhe akuza për mbajtje dhe shitje të armëve të ftohta pa leje. Në total 16 persona do të përballen me gjykimin për veprat penale përkatëse. Prokuroria thekson se do të vijojnë hetimet për të identifikuar dhe ndëshkuar çdo individ tjetër të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm të shpërndarjes së drogës në zonën e jugut. Nuk kanë fund konfliktet me mjete të ftohta në ambientet e shkollave në vend. Pa kaluar mirë episodi i fundit në Shkodër, një tjetër është regjistruar sot në Sarandë. Ngjarja ka ndodhur brenda një shkolle jo publike 9 vjeçare. Sipas policisë, një 13 vjeçar dyshohet se ka goditur me mjet prerës një 15 vjeçar, i cili ndodhet fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10 në ambientet e shkollës në lagjen numër 3 të qytetit, gjatë një konflikti për motive të dobta. Policia po punon për shoqërimin e autorit të dyshuar dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Edhe pse kohët e fundit ngjarje të tilla janë bërë thuajse të shpeshta në shkollat e vendit, autoritetet nuk po lëvizin as gishtin për marrjen e masave. Nga ana tjetër, apeli i prindërve dhe qytetarëve është i përditshëm në këtë drejtim, pasi bilanci i këtyre ngjarjeve është vërtet tragjik.